Pas takimeve paralele në bazën e demokratëve dhe distancimit të Berishës nga aktivitetet e Salianit, të cilët kryedemokrati ka cilësuar si agent personale, dy ish deputetët vendosën të harmonizojnë qëndrimet në mbledhjen e kryesisë së partisë. Ervin Saliani nënvizoi rëndësinë e përballjes aktive me qeverinë dhe theksoi se protestat dhe revolta duhet të jenë në qendër të aksionit opozitar. Ai theksoi se shqetësimet e qytetarëve duhet të përkthehen në energji të organizuar për aksionet konkrete. Është momenti që të fokusohemi tek protestat, tek revoltat, tek përballja me qeverinë dhe pa diskutim tek dëgjesa dhe dëgjimi çdo shqetësimi qytetar. Imagjinoni pasaj që duhet të dëgjojmë shumë si përfaqësues Partisë Demokratike çdo shqetësim të çdo demokrati. Nëse ne nuk jemi të aftë që të dëgjojmë dhe të përkthejmë në energji shqetësimet e demokratëve, do ta kemi shumë vështirë siç po e kemi për të bërë protesta. Me sa duket, siç e kam thënë që në mbledhjen e parë të kryesisë, pasi kam dalë në liri, rruga e dur janë revoltat dhe jo foltoret para kryeministrisë. Shpresoj që kjo të jetë vendimarrja sot e kryesisë. Mëtej ish deputeti pohoi se gjithmonë ka respektuar vendimet e partisë dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë.